Ernest Muçi është njeriu i momentit në Turqi. Të gjithë po flasin për të dhe veçanërisht e Beşiktashi janë të penduar që e lejuan ikjen e këtij futbollisti. Më saktë janë penduar tifozët që nuk shikonin një lojtar me shumë të ardhmet e shqiptari pas saluative të frikshme në performancat e tij. Megjithatë, Muçi e kishte thënë problemin e tij, fakti që nuk luante si numër 10 pas sulmuesit kryesor, por përdore gjithmonë në krah. Pasardhës së Trabzonspori kishte sërish disa luate në performanca, derisa sulmuesi shpërtheu me 3 gola, 2 nga të cilat ishin të një niveli tjetër. Një detaj shumë i rrallë ishte fakti që komentatori i stadiumit nuk e përmendi emrin e Ernest Muçit pas golit. Pra gjithmonë jemi mësuar që pasi një lojtar shënon gol, komentatori thret emrin e tij dhe e bën këtë një zëri, edhe me tifozët në stadium. Por në golin e Ernest Muçit kundër Konyasporit, kjo nuk ndodhi. Arsyeja, tifozët e Trabzonsporit shkruan se komentatori i stadiumit ishte shokuar nga ai gol dhe ngeli pa fjalë, duke harruar faktin se duhet të thërriste emrin e shqiptarit për shkak të golit. Por në fakt arsyeja ishte paksa më ndryshe. Në momentin kur u mor goditja dënimit, mikrofoni dhe audio në stadium kishte një problem të vogël, e teksa problemi po zgjidhej me shpejtësi, Muçi ishte akoma edhe më i shpejt, duke shënuar me njëherë nga goditja e dënimit. Kur problemi u rregullua të rësisht, Ernest Muçi kishte përfunduar punë me golin e shënuar dhe ishte shumë vonë për të thirrur emrin e shqiptarit. Ndërkohë, një detaj akoma edhe më i bukur ishte ai shkrimi të ardhur nga media turke 61 saat. Pak fjalë, por që janë shumë për të kuptuar përfundimin dhe mbi të gjitha për të bërë një vlerësim poetik. E njëjta fjalë po përdoret nga fëmijët që gjuajnë me top rrugëve të Turqisë në këto momente. Muçi, goditja e Muçit. Pasi golat e tij janë bërë viral në rrjetet sociale, fëmijët në Turqi dëshirojnë që të bëhen si lojtari i Shqipërisë, duke thirrur emrin e tij sa herë shënojnë një gol të bukur në ndeshjen me shokët në lagje.